parlamentit apo në qeveri ku është që të ketë një sinkronizim, të ketë një kolorit mes njerëzve, që të edhe me dashtë edhe njeri unë i cili ka fenë katolike, ortodokse, muslimane, me kalu sa ma mirë me zveti, ajo do të na kishtë ndimu. Po kjo tha ma herët që dhe me thonë një tradhti ta kish falë ty. Jo si kom falë. Po jo, nëse e kështë falë ta kish falë. Aja kështë falë ti një tradhti, zënë si këbolla ju. Ja. As njo. Ska nevojë. Nëse një njeri tenton që atë tër jetës vetë, që të ketë dashurit, të ketë një respekt, nuk mundot me ardhë deri të aty. Nuk ka nevojë. Bravo. Qka kime në thonë tjetër? Një poezi të Vockël, për shembull. Pa problem. Veç t'ki shku që to ma shumë, anë thuj për që aty. Se, dhe qysh, hajde, nuk e kamën e që për vend. Po nga të zujnë se i ballë e koje shi. Mjalti lëpjet për lezet, edhe karika për pushtet, urnë ullu. Bravo. Ati ofër, ja mes. Jo, se thonë nda qiftin pasaj. Po. është një poezi e Vockël, një dyreshta është në... Regjia kësha po shef kur ta lexon poezien me mortë të edhe zënën e Iqballit edhe Loni. Po, bon edhe një prapavit me po. Bon edhe me, po, bravo. Çfarë poezi ke përgatit, Luan? Të thash eja. Të thash eja dhimbë të zemrës t'i tregoj. Po si me t'i tregu? Se ti kur vjen, dhimbë të zemrës shkojnë. Faleminderit për këtë poezi. Bravo. Poete kam burën. Ja, kisha pos dëshira diçka sonte, po im të e prit Loni, më s'ko në i sen tjetër, më na thonë. Unë veç kisha cek për biznes, se ka shumë dashamirët edhe qytetarët të shqiptarisë, me thonë. E njojnë krejt, po gjashtë. Janë 4 hapat shumë me rëndësi për biznes, hapi i parë është vëmendja, apo përkthim reklama si që njët e populli jonë. E dyta është kritika, njerëz të fillojnë me kritiku çka po lyp ti, je qel jashtu, je kështu ato, mos i merrni parasysh kur. E treta është urrejtja, urrejtësit pur mos i urreni sa ata mas shumë t'ju bëjnë reklam, dhe e katërta admirimi, jo adhurimi, po admirimi, kur njerëzit e din, do në me shiku sa për i merin, atër urdon YouTube, lëshojen, dëgjoje, shikoje, mësoje. Admiron. Që të bëhen mushim ma po dë, vish ma këtën kështu. Sadri. Sadri. Shka puna gishtit ish punë e më odhe, se e kom po një intervist. Jo. Qëke? A vede? Se di unë e kam për Parkinsonit. Ja, kërë një njoftu më fillim. Gishti vogë. Mira, kemi qenë beqarë, Ma unë ja ku nguce pa. Po dhe? Zonja Iqballit kishë Po, nguce pora. ky pa, shumë mirë. Para saj motrës i ka tregu që ka një simpatin ndaj meje, ka një respekt, do t'ishte e lumtur nëse martohet me mu. A u konë qëtu zëtni gjithë, Zonja Iqballit, a ka nejtë me kravat? Kush? Jo, unë e kumë pa me kravat. Ka qenë kështu tamam. Ja, bre, se ti thonë një intervjist, ka qenë pasonik gjithë burri? O, ma kuller ka qenë, ky pasonik ti kish vesh edhe një farfarmer ka prej shtallës, lobëve, ky shkon ku me ditë kush. Dhe tash përre me kravatë, po vjen një noti kravatë, di ko matë mija se të mija, di ko. Nëse më donë mu, ky do të me bo une qa du, edhe une për këta bëj. Mu po mje mirë që po? Jo, normal duani i përdor të gjitha garderobën, unë jam ajo që kujdesëm, nuk ka grue dytë, kështu që detyrohëm une mu kujdesëm. Më zoti Luan, me qa grue. Zonja Iqballit ka thonë, burri mirë i takojnë 2 grotë. Po, vallaj. E te tash thanë Loni o burri mirë, unë nuk di që mu nuk më duan 2 probleme. E kini grue, është grue, bashkërësi, familje. Kur i ki 2 bon probleme, edhe para edhe dyta.